Përshëndetje, sot do ushqejmë brumin e fermentuar. Siç e shikoni, ky është brumi i fermentuar. Është plot me jetë. Do hedhim tek tasi këtu që do zëm bukën. Unë preferoj që kur ta zë bukën, brumi i fermentuar të jetë aktiv. Kështu që në momentin që do zë bukën, ushqej brumin tek ena që do zë bukën edhe tek vazua që përdor gjithmonë. Kemi hedhur rreth 80 gram me sy, se nuk e kam matur me peshore, unë gjithmonë e mas me sy. Do ushqejmë njëherë brumin që është tek tasi. Afërsisht 60 gram ujë dhe do ta trazojmë mirë. Brumi është nxjerr nga frigoriferi, ka 3 orë, ka ardhur në temperaturën e ambientit, duhet vi gjithmonë në temperaturën e ambientit para se ta ushqejmë dhe pastaj do ta ushqejmë. Këtu do hedhim 2 lugë. Do ta ushqejmë pak, jo shumë, sepse te ky tas do zëm bukën. Nuk është nevoja që t'i hedhim shumë miell. Thjesht do ta rifreskojmë. Sot kam përdorur miell të zi për të ushqyer brumin. Her pas here preferoj që të përdor miellin e zi, sepse ka fuqi fermentimi më shumë se sa mielli i bardhë. Ne trazojmë mirë derisa brumi të bëhet si brum i 3 shpetullash. Dhe në momentin që e kemi trazuar, do ta lëmë të pushojë derisa të vijë. Në momentin që ky brum ka ardhur, është dyfishuar, atëhere do zëm bukën. Tek i njëjti tas, nuk do ta ndryshojmë fare. Këtu do zëm bukën. Sot do ta lëm gati këtë të mbuluar. Duhet keni parasysh që tani gjatë kohës së verës, brumi vjen shumë herë më shpejt se sa në dimër, sepse ndikon edhe temperatura e ambientit që është shumë herë më e ngrohtë. Do ta mbulojmë dhe do ta lëmë një anë. Tani do ushqejmë brumin mam tek vazua, sepse kemi hequr brum për bukën që do zëm. Dhe ky brum ka nevojë të ushqehet me qëllim që të vazhdojë të qëndrojë i gjallë. Si çdo organizëm i gjallë, edhe ky ka nevojë të ushqehet. Unë e konsideroj si organizëm të gjallë brumin e fermentuar. Tek vazua do hedhim rreth 60 ml ujë. Nuk ka rëndësi që t'jetë fiks, unë e mas gjithmonë me sy. Ka raste që i hedh pak më shumë, ka raste që i hedh më pak, megjithatë, tek ushqyerja e brumit nuk është se përdor masa fikse. E rëndësishme është që të përdorim afërsisht gjithmonë të njëjtat masa. E kemi trazuar mirë, është e rëndësishme që të trazohet mirë njëherë me ujë, dhe tani do ta ushqejmë. Këtu do hedhim 60 gram miell. Unë e mas me lugë, zakonisht një lugë merr 20 gram, kështu që do t'i hedhim 3 lugë miell. Nëse brumin e fermentuar do ta lini në shtëpi për një kohë të gjatë, domethënë do shkoni diku me pushime, nuk jeni në shtëpi edhe
ju duhet që ta ruani, i hidhni pak më shumë miell dhe në këtë mënyrë ai do ketë ushqim më tepër gjatë kohës që ju nuk do ta përdorni për të ushqyer. E zini domethënë pak më të trash, më të plotë si brum. Nëse do bëni bukë një herë në 3-4 ditë, mjafton të përdorni të njëjtat masa që përdorni gjithmonë për të ushqyer brumin. Dhe pasi e kemi ushqyer, do ta lëm që të vijë plotësisht në temperaturën e dhomës dhe në momentin që ky brum është dyfishuar, do ta fusim direkt në frigorifer. Tani në verë ruhet shumë herë më mirë në frigorifer. Brumin e kemi ushqyer, e kemi gati. Vazon e pastrojmë pak me lugë anash, e rrëzojmë brumin të gjithë në fund të vazos me qëllim që mos të thahet. Edhe në këtë mënyrë pastrojmë edhe vazon. Dhe kemi bërë ushqyrjen e brumit. Këtu është masa fillestare e fillimit të brumit fermentuar dhe pasi të ketë ardhur, duhet shkoj deri këtu, domethënë duhet vi 2 fish të kësaj mase që ne sapo kemi ushqyer. Nëse jeni me ngut, ju duhet të shkoni diku edhe s'keni kohë që të rrini të prisni që të vi brumi, nuk ka problem, këtë brum mund ta vendosni në frigorifer direkt, kështu siç është. Vetëm se do vi më ngadalë. Megjithatë, nëse ju nuk do ta përdorni, për shembull, pas 5-6 orësh, nuk ka problem fare, sepse fuqia e brumit është përsëri aty, vetëm se vjen më ngadalë. I kemi ushqyer që të dy. Ky është brumi mam, kurse këtu kemi brumin që më pas do zëm bukën në darkë, do ta lëm të vijë gjatë gjithë natës edhe të nesërme në mëngjes, do ta palosim dhe do ta pjekim. Jemi kthyer tani për të zënë bukën, siç e shikoni. Brumi ka ardhur, është fermentuar. Është fiks për të zënë bukën. Te brumi do hedhim ujin, fillimisht uji është në temperaturën e dhomës. Do ta trazoj mirë. Shikoni, e gjithë kjo shkuma e krijuar është fermentimi dhe fuqia që do t'i japi brumit që do zënë bukën. Miellin që kam përdorur është i përzier. Gjysëm është miell i zi integral, gjysëm është miell i bardhë. Shtoj miellin. Kemi rreth 500 gram miell, kurse uji afërsisht 400 ml ujë. Megjithatë, asgjë nuk është fikse këtu. Mund t'i shtojmë miell nëse brumi është i ujshëm. Këtu do shtojmë edhe kripën, që në fillim nuk është nevoja që ta shtojmë në palosjen e parë apo të dytë, sepse ky brum është goxha i fuqishëm edhe nuk është fare problem pjesa e ardhjes apo fermentimit. Pas kemi hedhur fiks edhe ujin edhe brumin. Unë nuk i mas në fakt, i përgatis gjithmonë me sy, jam mësuar tani. Nuk e kam të nevojshme që ti mas me peshore. Po si shtash, edhe në qoftë se do pak miell më tepër, e mbani afër aty dhe te jashtoni pak nga pak. Për ta patur konsistencën e brumit ashtu siç duhet. Një këshill që do t'ju jepja gjatë kësaj kohe është mirë që në verë kur është nxehtë
Brumin e fermentuar ta zini pak të ngurtë, jo shumë të ujshëm, sepse nga nxehtësia ka vetin për shembull që të qohet më shumë se sa në periudhën e dimrit. Për ta zënë unë përdor gjithmonë këtë metaliken, është shumë praktike, nuk t'i bën duar të pisë, edhe të them të drejtën, nuk ka nevojë për ndonjë ngjeshje, kush e di se çfarë, ky lloj brumi, sepse vjen shumë mirë. Sekreti i një buke të mirë është gjithmonë vetëm tek palosja. Sa më shumë të paloset brumi i fermentuar, aq më mirë vjen buka. Kaq ishte puna, e zum brumin e bukës, edhe duart nuk i bëm fare pis. Tani do ta lëm që të vi, dhe pas 1 ore, këtij brumi do t'i bëjmë palosjen e parë. Dhe pas gjysore tjetër, kur të vi përsëri, do t'i bëjmë palosjen e dytë. Dhe pas i kemi bërë palosjen e parë dhe palosjen e dytë, do ta mbulojmë dhe do ta lëm që të vi për 7-8 orë, por në frigorifer, jo në ambient dome, sepse tani që temperatura është më e lartë, në verë, do më thënë gjithmonë temperatura ndikon në ardhjen e brumit, brumi vjen shumë shpejt. Nëse unë këtu brum e lë jashtë, ky vjen për 3-4 orë, edhe brumi ka aq fuqi sa fillon e derdhet, kështu që nuk është mirë që ta lëm në temperaturën e dhomës. Pasi t'i bëjmë 2 palosjet e para, do ta vendosim në frigorifer dhe të nesërmen në mëngjes, herët në mëngjes, do ta nxjerrim, do ta lëm jashtë në temperaturë ambienti, të paktën për 2 ose 3 orë, para se ta palosim dhe ta vendosim në forëm për të ardhur përsëri edhe për ta pjekur. Po, kaq ishte procesi i përgatitjes së bukës, do ta lëm të mbuluar që të vi. Ky është brumi që ka ardhur gjatë gjithë natës, e kemi mbajtur në frigorifer dhe e kemi nxjerr para 2 orësh në temperaturë ambienti. Siç e shikoni, është fermentuar dhe ka ardhur për bukuri. Dhe të gjitha këto flluskat e ajrit që i duken këtu sipër, tregojnë edhe se sa mirë është fermentuar brumi. Tani kemi procesin e palosjes së brumit dhe do ta vendosim në forëm para se ta pjekim. Fillimisht e shkpusim pak nga anët e enës, do hedhim miell tek sipërfaqja që do vendosim brumin. Këtu do hedhim brumin. Shikoni se sa mirë që është fermentuar, tu afroj edhe afër. Kështu duhet duket brumi kur të dali nga ena. Dhe tani do fillojmë me palosjen e bukës. Do t'i japim formën, sa më mirë të paloset, aq më mirë vjen edhe buka gjatë pjekjes. E hapim sa më shumë. Momentin që kemi hapur, do fillojmë me palosjen. Jam e sigurt që ka metoda të ndryshme të palosjes bukës, por secili ka metodën e vet. Kjo është metoda ime e palosjes së bukës. I hedhim gjithmonë pak miell, me qëllim që
mos na ngjitet në përduar edhe palosja të bëhet sa më mirë. Tani e fillojmë nga fundi edhe e ngjeshim brenda kështu. Të gjitha këto fluskat e mëdha të ajrit mund t'i popni, t'i çani që të dali ajri. Gjatë palosjes duhet kemi parasysh që brumi të krijojë sa më shumë tension në sipërfaqe dhe të gjitha fluskat e ajrit t'i mbaj brenda. Pasi kemi bërë këtë proces, i hedhim pak miell sipër, e lyejmë në gjithë sipërfaqe. Largojmë pak më njanë këtu dhe kjo është forma që do vendosim bukën për të ardhur. Tek forma do ta pudrosim me miell. Dhe kjo bëhet me qëllim që mos na ngjitet brumi. Dhe me kujdes do ta vendosim brenda. Kam mbaruar dhe ky proces. Kur ta kemi vendosur brenda, bëjmë pak edhe qepjen e brumit. Kjo ishte edhe palosja e brumit për bukën e fermentuar. Do t'i hedhim pak miell edhe do ta lëmë që të pushojë. Derisa gjithë kjo forma të mbushet plot dhe në momentin që do mbushet plot, furrën duhet ta kemi gati me një enë me ujë brenda në 200 gradë. Sa më e nxehtë jetë furra dhe sa më shumë avull të ketë krijuar furra, aq më mirë është edhe për pjekjen e bukës. Tani këtë do ta lëmë të pushojë të paktën 45 minuta ose 1 orë, varet se sa e ngrohtë është temperatura e dhomës. Unë nuk e vendos në frigorifer, e lë gjithmonë në temperaturë ambienti. Dhe më pas do ta nxjerrim nga forma dhe do ta bëjmë gati për të pjekur. Kjo ishte palosja e bukës, do ta mbulojmë dhe më pas mund të hyjmë përsëri live kur ta vendosim për të pjekur, me qëllim që ta shikoni të gjithë procesin nga fillimi në mbarim. Brumi ka ardhur, është gati për të vendosur për të pjekur. E kemi ndezur furrën para kohe në 200 gradë. Brenda në furrë kemi vendosur një enë me ujë edhe gurzalli. Ajo ndihmon shumë në ardhjen e bukës sa më mirë gjatë pjekjes, e mban bukën të butë brenda dhe krijon korën e bukur, krokante. Nxjerrim bukën nga forma. Do ta pudrosim shumë pak me miell dhe do ta hapim me kujdes me dorë. Mbulohet e gjithë sipërfaqja. Po të doni, nuk është nevoja që ta pudrosni, unë thjesht e pudros sepse i bëj prerje edhe duket shumë herë më bukur. Gjatë pjekjes do t'i bëjmë një lule të thjesht, kalli gruri. Dhe prerjen klasike të çdo buke me brum të fermentuar që bëhet
anash ose në mes, varet se ju preferoni ta bëni. Kjo është zgjidhja juaj. Pasi pritet, është mirë që briskun ta kalojnë pak me këtë tehun anash, që t'jetë më e lehtë për brumin të ngrihet gjatë pjekjes dhe t'i lejoj hapësirë bukës të vijë ashtu siç duhet. Ne kemi bërë prerjen dhe do ta vendosim në tenxhere. Tenxherën unë nuk e ngroh asnjëherë para kohe. Ka njerëz që e ngrohin, ka njerëz që përdorin edhe tenxhere të posaçme, cast iron. Unë e kam të thjeshtë, nuk kam tenxhere të posaçme për bukën. Kjo është tenxhere e thjeshtë. Këtu e kam pjekur gjithmonë bukën edhe më del shumë e mirë. Bukën do ta vendosim brenda në tenxhere. Ne përthyejmë këto buzët. Vendosim brenda, që mos pengojnë gjatë pjekjes së bukës. Dhe bukën e kemi gati për ta vendosur, për ta pjekur. Siç ju thash, furra është nxehur para kohe. Furra duhet jetë shumë e nxehtë. Drita e kuqe nuk duhet jetë ndezur, që do të thotë që temperatura ka arritur maksimumin. Dhe në momentin që vendosim bukën brenda për ta pjekur, do ta vendosim shumë shpejt, do mbyllim derën edhe do ta lëmë gjysmë ore. Kjo bukë do piqet me kapakun e vendosur. Kanë kaluar 30 minuta nga pjekja e bukës që kemi përgatitur bashkë live. Ky është momenti që t'i heqim kapakun. Siç e shikoni, buka ka ardhur për bukuri. Do ta lëmë që të piqet akoma edhe 30 minuta të tjera. Mbyllim furrën. Këtu jemi pas 30 minutave dhe siç e shikoni, buka është pjekur. Kora është pak e fortë. Për të zbutur kora, do t'i vendosim kapakun tenxherës 5 minuta. Kjo bën që buka të kullojë më mirë dhe të djersi, njëkohësisht edhe kora të zbutet. Këtu jemi pas 5 minutave dhe po ta shikoni, kapaku ka krijuar avuj. Le ta shohim se si është zbutur kora e bukës. Bukën do ta nxjerrim nga tenxheria. Shikoni se si është zbutur kora, por nuk do ta presim, do ta lëmë të pushojë dhe të ftohet plotësisht para se ta presim, sepse nuk është mirë që avujt e nxehtë të bukës të dalin menjëherë. Ajo bën që buka të thahet dhe të mbetet si llastik. Nëse lëm të ftohet plotësisht, atëherë buka mbetet shumë e butë brenda. Tashmë buka është ftohur, ka ardhur koha për ta prerë dhe të shikojmë se si na ka dalë brenda. Shikoni se si është zbutur, edhe kora nuk është fare e fortë. Shikoni se sa e butë ka dalë buka brenda, se sa mirë ka ardhur. Të gjitha ato këshilla vlejnë një për një, në qoftë se ndiqni këto këshilla dhe buka ka për të dalë shumë e mirë. Uroj dhe shpresoj që këto video t'i ndihmojnë sadopak. Nëse keni ndonjë pyetje, më shkruani gjithmonë te komentet dhe nëse ju pëlqejnë video të tilla të detajuara, ju lutem më shkruani te komentet
dhe unë do mundohem që t'ua bëj me kënaqësi. Faleminderit që jeni pjesë e kanalit tim. Ju përshëndes dhe ju uroj gjithë të mirat. Ju lumshin duart nëse do provoni të bëni bukën me brumë të fermentuar.